Përshëndetje të dashur miq dhe mikesha, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Sot do të jap një mësim që është tamam vetëm për fillestarët, nëse nuk dini fare italisht, mund të mësoni këto 100 fjalët ose më fani fjalit që do të jap tani, pra 100 fjalit, dhe mund të keni një italishte që të dini të flisni, të komunikoni ose të kuptoni tjetrin kur flet, sepse janë fjali që i përdor në jetën e përditshme. Çfarë do të bëni nga ana juaj? Të mësoni përmend, është kaq e thjeshtë. Këto lloj mësimet janë për ato personat që nuk duan gramatik, sepse ka persona që duan gramatik, ka dhe nga ato që nuk duan gramatik. Duke qenë se herën e kaluar dhash folet jo kalimtare dhe kalimtare që ishin në formë gramatike, tani po jap për ata që duan vetëm fjali. Le të fillojmë. Noi siamo turisti. Noi siamo turisti. Ne jemi turist. Io non parlo italiano. Io non parlo italiano. Unë nuk flas italisht. Scusatemi per favore. Scusatemi per favore. Më falni ju lutem. Ascoltate vi prego. Ascoltate vi prego. Dëgjoni ju lutem. Come stai? Come stai? Si jeni? Aspettate qui. Aspettate qui. Pra, come stai si je? Come sta si jeni? Aspettate qui, prisni këtu. Grazie, molto bene. Grazie, molto bene. Faleminderit, shumë mirë. Vi ringrazio molto. Vi ringrazio molto. Ju falenderoj shumë. Aspetta qua, prit këtu. Fermatevi vi prego. Fermatevi vi prego. Qëndroni ose rini aty ku jeni ju lutem. Mi permettete di uscire? Mi permettete di uscire? Më lejoni të dal? Può darmi il libro? Può darmi il libro? A mund të më jepni librin? Në qoftë ju pëlqejnë këto videot, këtë kështu, mund ta thoni dhe mund të jepni një like. Sepse më ndihmoni shumë, siç e kemi thënë te videot e tjera. Po përsëris për ata që janë për herë të parë. Scusatemi vi prego, më falni ju lutem. Spiegatemi vi prego, spiegatemi vi prego, pra më shpjegoni ju lutem. Io sono casalinga, unë jam shtëpiake. Quanti anni ha? Quanti anni ha? Sa vjeç jeni? Dove sei nato? Dove sei nato? Ku ke lindur? Kur është vajzë nata. Io sono nato ose nata a Tirana. Unë kam lindur pra në Tiranë. Dove sono i vostri genitori? Dove sono i vostri genitori? Ku janë prindrit tuaj ose juaj? Com'è il tempo oggi? Com'è il tempo oggi? Si është koha sot? Oggi fa freddo. Oggi fa freddo. Sot është ftohtë. Ieri faceva caldo. Ieri faceva caldo. Dje ishte vap. Questa sera fa fresco. Questa sera fa fresco. Këtë mbrëmje, pra kjo mbrëmje është e freskët. Nevica. Bie dëbor. Fa buon tempo. Fa buon tempo. Koha është e mirë. È ancora presto. Është ende herët. Pra, mos harroni të jepni like dhe më shkruani te kanali. Ora è tardi. Tashmë është vonë. Aspetta, è ancora presto. Prit, është ende herët. Che giorno è oggi? Çfarë ditë është sot? Oggi è lunedì. Sot është e hënë. Apritela vi prego. Hapeni ju lutem. È permesso il tabacco. Pra mund të pini duhan, lejo duhani. È vietato fumare. Është ndaluar të pini duhan. Avete valuta estera? A keni valutë huaj, para lek të huaj, para të huaja? Quanto pagherò per la dogana? Sa lek është dogana, pra sa më duhet paguaj për të kaluar doganën? Questo non è permesso.
Kjo gjë nuk lejohet. Entrata hyrje. Uscita dalje. Uscita d'emergenza. Dalje e emergjente, pra kur është për emergjencën. Sala d'aspetto. Sall pritje. Proibito fumare. Ndalohet duhani. Pra këto janë disa tabela që i vëjmë re. Prandaj janë kaq të shkurtër, sepse janë disa tabela që i lexojmë shpeshherë kudo që jemi. Proibito l'entrata. Ndalohet hyrja. Pronto soccorso, urgenza. Cabina telefonica. Cabine telefonike. Bibite alcoliche, pie alcoliche. Succo di frutta, long frutas. Frutta e verdura, frutta dhe perime. Latte formaggi, qumus dhe diafra. Panetteria, dyqan buke. Articoli per sport, ose per lo sport. Artikuj sporti, sigarete e tabacco, pra cigare dhe duhani. Con piacere, me kënaqësi. Noi desideriamo andare al cinema. Pra ne dëshirojmë të shkojmë në kinema. Volete vedere un film? Doni të shikoni një film? No, non posso. Jo nuk mundem. Dhe njëherë, mos harroni të jepni like dhe të na shkruani te kanali për të parë video si me fjali. Kam shumë video me fjali, se si të flasim në bank, në dyqan, në restorant, për ata që duan vetëm fjali dhe gjithashtu dhe video me gramatik. No, tante grazie. Jo, faleminderit shumë. Vi auguro, ju uroj, state sani, të jeni mirë me shëndet. Che paura, sa frikë, che vergogna, sa turp. È pronto il bagno? Është gati il bagno? Fra un'ora usciremo, pas një orë do të dalim. Quando partirete? Kur do të niseni? Io andrò domani, unë do të hiki nesër. Avete fatto colazione? Keni ngrënë mëngjes? Un bicchiere d'acqua per favore. Një gotë me ujë të lutem. Vorrei un piatto di minestra. Do të doja një pjatë me supë. Portatemi un po' di latte. Më sillni pak qumësht. Questa è una grande disgrazia. Kjo është një fatkeqësi e madhe. Per favore, mi passate il sale? Ju lutem, mund të më kaloni, mund të më jepni pak kripën? Io voglio vino rosso. Un dua verto kuqe. 2 gelati alla frutta, prego. 2 akullore me fruta, ju lutem. A me portate un tè al limone. Mua më sillni një çaj me limon. Desiderate visitare la città? Dëshironi të vizitoni qytetin? Per favore, dove porta questa via? Ju lutem, ku do të çon kjo rrugë? Posso comprare carta e busta? Dove posso comprare carta e busta? Pra, ku mund të blej letër dhe zarfa? Voglio imbucare una lettera. Dua të postoj një letër. Voglio fare una telefonata. Dua të bëj një telefonat. Parlate prego. Flisni, ju lutem. Quali rivista avete qui? Pra, çfarë rivista s'keni këtu? Quanto costa questa rivista? Pra, sa kushton kjo revistë? Tjetër.
Dove studiate? Dove studiate? Ku studioni? Che classe frequenti? Che classe frequenti? No, çfarë klase je? Quando finiscono le lezioni? Quando finiscono le lezioni? Pra, ku mbarojnë mësimet? Quando cominciano gli esami? Quando cominciano gli esami? Kur fillojnë provimet? Quando cominciano le vacanze? Quando cominciano le vacanze? Kur fillojnë pushimet? Come li volete i capelli? Come li volete i capelli? Pra si doni flokët, si ti presim? Non troppo corti, non troppo corti, jo shumë të shkurtur. Un pacchetto di sigarette, un pacchetto di sigarette. Një paket me cigare. Un pettine per favore, un pettine per favore. Një krëhër të lutem. Voglio un piccolo pettine da tasca. Voglio un piccolo pettine da tasca. Dua një krëhër xhepi. Quanto costa un biglietto? Quanto costa un biglietto? Sa kushton një bilet? Dove va questo autobus? Dove va questo autobus? Ku të çon ky autobus? Ku shkon? Dove la biglietteria? Dove la biglietteria? Ku është biglietteria? Datemi un biglietto per Roma. Datemi un biglietto per Roma. Më jepni një bilet për Rom, ju lutem. Un biglietto per il museo. Un biglietto per il museo. Një bilet për muzeun. Quando parte il mio treno? Quando parte il mio treno? Kur niset treni im? Per favore, dov'è la sala d'aspetto? Per favore, dov'è la sala d'aspetto? Ju lutem, ku sala e pritjes? Per favore, chiudete la finestra. Per favore, chiudete la finestra. Ju lutem, mbyllni dritaren. Io ho un fratello, un kam një vëlla. Io ho una sorella, un kam një motor. Sono albanese e ne sono fiero, fiera. Sono albanese e ne sono fiero, fiera. Jam shqiptar ose shqiptare dhe jam krenar për këtë gjë. Shpresoj dhe ju të jeni krenar, që jeni shqiptar. Jam e sigurt që jeni. Çfarë doja të thoja me këtë? Doja të thoja që mirë që i morëm tani lexim për film, mirë është të dim si shkruhen, sepse po të ju dha rasti, jam i sigurt që do bëj rasti që të shkruani disa nga këto fjalët. Unë ju sugjeroj një këshill të merrni 5 fjali për ditë, të mësoni 5 fjali për ditë, të mësoni si thuhen, si përkthehen dhe si shkruen, pra dhe si shkruen, që është më rëndësishme, të dini dhe si shkruen. Duke mësuar 5 fjali për ditë, do shikoni se sa shumë gjëra ose sa shumë fjali do të dini në një muaj. Në qoftë se bëni këtë metodë, më thoni ja ju rezultove saktë ose jo. Faleminderit dhe miru dëgjofshim.